3.150.000 euro ishte çmimi i objektit që Qendra Kulturore Islame në Vet Zikon të Zvicrës dëshironin ta blenin për xhami. Çmimi i objektit ishte i lartë, mirëpo vullneti dhe shpresa nuk munguan asnjëherë nga anëtarët dhe xhamati, dhe në këto net Ramazani u arrit shuma e nevojshme prej 3.150.000 eurove për blerjen e objektit që do të shndrohet në një faltore. Ekipi i RTI-s para disa muajve ishte në vizitë në këtë qendër kulturore islame në Vet Zikon, një qytet në Zvicër vetëm 28 kilometra larg Zyrihut. Nga një objekt që dikur para 20 viteve kur u themelua shoqata kishte vetëm 40 metra katror, e marrë nga disa shqiptar musliman të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia, tashmë synonin një objekt me mbi 1000 metra katror. Arkitekti Bujar Demolli së bashku me bashkëpunëtorët e tij në mënyrë vullnetare idealizuan projektin e xhamisë. E veçanta e xhamiave në Evropë, sidomos e kësaj në Zvicër, është se kjo nuk përdoret vetëm si faltore, por edhe si shkolla, si klasa të ndryshme, vend takime për mosha të ndryshme që investojnë që e ardhmja e tyre t'i ketë rënjet e forta qysh sot dhe të mos tretet gjuha dhe kombi shqiptar edhe në Zvicër.